10 mënyra për të bërë më i fortë mendërisht sipas filozofisë stoike. 1. Kontrollo çfarë mundesh, lëre çfarë nuk varet prej teje, vuajmë më shumë nga imagjinata sesa nga realiteti. Seneca, mos harxho energji për gjëra që nuk i kontrollon dot. Përqendrohu te veprimet e tua dhe qëndro i qetë ndaj rezultatit. 2. Praktiko vullnetarisht pakënaqësinë, kaloni disa ditë me ushqim e rroba të thjeshta, që të mësoheni me më të keqen. Seneca, fto trupin dhe forco mendjen, bëj gjëra të pakëndshme që të mos thyesh nga vështirësitë e papritura. 3. Vizualizimi negativ, premeditatio malorum, imagjino skenaret më të këqij që të jesh gati për gjithçka. Nuk është pesimizëm, por mburoj emocionale. 4. Kontrollo emocionet, mos u kontrollo prej tyre, nuk janë ngjarjet që na shqetësojnë, por gjykimi ynë për to. Mark Aureli, reagimi është zgjedhje. Përdor mendjen para reagimit. Qetësia është fuqi. 5. Jeto sipas vlerave, jo sipas impulsit, vendos vlerat e tua, ndershmëri, përulësi, guxim dhe mos lejo rrethanat t'i lëvizin ato. 6. Reflekto çdo ditë, çfarë vesesh luftova sot? Çfarë vendimesh përmirësova? Seneca, çdo mbrëmje mendo çfarë mësove. Kështu, jeta bëhet mësuesja jote. 7. Dashuro fatin tënd, amor fati, edhe e keqja ka qëllim. Mos thuaj pse ndodhi kjo. Thuaj le të ndodh. Unë do mësoj prej saj. 8. Mëso të jesh i vetë mjaftueshëm, mos lejo që lumturia jote të varet nga të tjerët. Forca më e madhe është paqja e brendshme. 9. Kujto që je i vdekshëm, memento mori, mund të vdesësh në çdo moment. Lëre këtë fakt të udhëheqë jetën tënde. Mark Aureli, jo për të trembur veten, por për të jetuar më thellë, më me kuptim. 10. Shërbej të tjerëve, mos u bëj qendër e gjithçkaje, njeriu i fortë mendërisht ndihmon, mbështet, frymëzon. Ngrije dikë tjetër çdo ditë. Trajno mendjen të përgjigjet, jo të reagoj. Filozofia stoike hyrje në jetën e përditshme. Shpesh përballemi me situata stresuese, provokime dhe sfida që kërkojnë vendime të shpejta. Shumë herë, në vend që të veprojmë me qetësi dhe maturi, ne reagojmë në mënyrë impulsive, duke u lënë të pushtuar nga emocionet momentale. Por filozofia stoike na mëson një qasje tjetër, të trajnojmë mendjen që të përgjigjet me maturi, në vend që të reagoj emocionalisht. Ky koncept është thelbësor për zhvillimin personal, mirëqenien mendore dhe suksesin në marrëdhëniet ndërpersonale. Në këtë shkrim do të eksplorojmë kuptimin e kësaj shprehjeje, si mund ta zbatojmë atë në jetën tonë dhe cilat janë mësimet e filozofëve stoik mbi këtë temë. Kuptimi i të përgjigjesh vs të reagosh. Reagimi është një veprim impulsiv, emocional dhe shpesh iracional. Kur reagojmë, lejojmë që emocionet të na udhëheqin pa reflektuar mbi pasojat. Përgjigja, në anën tjetër, është një veprim i menduar, i matur dhe i bazuar në logjikë. Përgjigja vjen nga një mendje e qetë që merr në konsiderat pasojat afatgjata të veprimit. Shembull, dikush ju fyen në rrugë. Nëse reagoni, mund të zemëroheni dhe të kundërpërgjigjeni me fjalë të ashpra, duke përkeqësuar situatën. Nëse përgjigjeni, mund të vendosni të qëndroni të qetë, të analizoni situatën dhe të zgjidhni një mënyrë të mençur për ta trajtuar atë. Mësimet e stoicizmit mbi kontrollin e emocioneve. Filozofët stoik si Epikteti, Seneca dhe Mark Aureli na mësojnë rëndësinë e kontrollit të emocioneve dhe ruajtjes së qetësisë mendore. Sipas tyre, ne nuk kontrollojmë botën e jashtme, por mund të kontrollojmë mendjen tonë. Epikteti thoshte, nuk janë ngjarjet që na shqetësojnë, por mënyra se si ne i interpretojmë ato. Kjo do të thotë që ne kemi fuqinë të zgjedhim si ti përgjigjemi një situate, në vend që të lejojmë që ajo të na kontrollojë. Durimi dhe reflektimi janë shenja të një mendjeje të fuqishme. Seneca këshillonte, nëse dikush të zemëron, dije se kjo ndodh sepse ja ke dhënë lejen të shqetësojë. Ky mendim na kujton se ne jemi përgjegjës për emocionet tona dhe se nuk duhet të lejojmë të tjerët të diktojnë gjendjen tonë shpirtërore. Vepro me arsyetim, jo me ndjenja impulsive. Mark Aureli shkruante, qetësia vjen kur e pranon atë që nuk mund të ndryshosh dhe fokusohesh te ajo që ke në kontroll. Nëse dikush na provokon, mund të zgjedhim të mos e lejojmë atë të ndikojë në qetësinë tonë. Si të trajnojmë mendjen për të përgjigjur dhe jo për të reaguar një. Praktikoni vetdijen, mindfulness, kur ndjeni se emocionet po ju pushtojnë, ndaloni dhe merrni disa sekonda për të reflektuar. Mos u nxitoni të përgjigjeni menjëherë. Vetdia ju ndihmon të vini re emocionet tuaja pa vepruar menjëherë sipas tyre. 2.
merrni frymë thellë para se të veproni një teknikë e thjeshtë, por shumë efektive. Kur jeni të zemëruar apo të shqetësuar, merrni frymë thellë 3-4 herë dhe pastaj mendoni për përgjigjen tuaj. Kjo ndihmon në qetësimin e sistemit nervor dhe uljen e stresit. 3. Pyesni veten, si do të vepronte një njeri i urtë? Para se të veproni, mendoni për dikë që e respektoni për mençurinë e tij. Çfarë do të bënte ai në këtë situatë? Kjo do t'ju ndihmojë të merrni një vendim më të matur. 4. Shkruani mendimet tuaja. Një teknikë stoike është të shkruani ndjenjat dhe mendimet tuaja çdo mbrëmje. Kjo ju ndihmon të analizoni mënyrën se si keni reaguar gjatë ditës dhe të mësoni nga përvoja. 5. Fokusohuni tek ajo që mund të kontrolloni në vend që të shqetësoheni për sjelljen e të tjerëve. Fokusohuni te mënyra se si ju i menaxhoni ndjenjat dhe veprimet tuaja. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni reagimet impulsive. 6. Praktikoni tolerancën dhe mirësinë kur dikush ju provokon. Në vend që të reagoni me zemërim, provoni të shprehni mirëkuptim. Kjo nuk do të thotë të pranoni padrejtësinë, por të zgjidhni një qasje të mençur për ta trajtuar situatën. 7. Mos lejoni emocionet të ju kontrollojnë. Kur ndjeni zemërim, stres ose trishtim, kuptoni se këto janë emocione kalimtare. Trajnojeni veten të mos merrni vendime në ndikimin e tyre. Përfitimet e trajnimit të mendjes për të përgjigjur dhe jo për të reaguar qetësi mendore, do të jeni më të qetë dhe më të balancuar emocionalisht. Marrëdhënie më të mira, do të shmangni konfliktet e panevojshme dhe do të ndërtoni marrëdhënie më të shëndetshme. Vendime më të mira, do të veproni me maturi, duke marrë vendime më të mençura dhe efektive. Vetkontroll dhe disiplinë, do të fitoni një nivel më të lartë të vetkontrollit, duke ju ndihmuar në të gjitha aspektet e jetës. Më pak stres dhe ankth, nuk do të shqetësoheni për çdo gjë të vogël, por do të mësoni të pranoni dhe të menaxhoni situatat me qetësi. Përfundim, filozofia stoike na mëson se forca e vërtetë qëndron në aftësinë për të kontrolluar reagimet tona. Kur trajnoni mendjen që të përgjigjet në vend që të reagojë, ju fitoni lirinë e vërtetë mbi emocionet tuaja dhe mbi jetën tuaj. Aplikimi i këtyre parimeve në përditshmëri do t'ju ndihmojë të përballeni me çdo sfidë me më shumë qetësi, mençuri dhe vetkontroll. Kështu, ju jo vetëm që do të keni sukses në aspektin personal dhe profesional, por do të jetoni edhe një jetë më të lumtur dhe më të ekuilibruar. Filozofia e stoicizmit dhe shprehjet e tyre. Hyrje në stoicizëm. Stoicizmi është një filozofi e lashtë greko-romake që thekson vetkontrollin, qëndrueshmërinë dhe pranimin e fatit si rrugë drejt një jete të lumtur dhe të virtytshme. Kjo shkollë mendimi u themelua në shekullin I para Krishtit nga Zenoni i Kitionit në Athinë dhe u zhvillua më tej nga filozofë të njohur si Seneca, Epikteti dhe Mark Aureli. Stoicizmi përqendrohet në idenë se ne nuk mund të kontrollojmë ngjarjet e jashtme, por mund të kontrollojmë reagimet tona ndaj tyre. Sipas stoikëve, lumturia e vërtetë arrihet duke jetuar në përputhje me natyrën dhe me arsyen, duke shmangur emocionet e tepërta dhe duke u përqendruar në gjërat që mund të ndryshojnë. Parimet kryesore të stoicizmit. Stoicizmi bazohet në disa parime kryesore. 1. Dikotomia e kontrollit, dallimi mes gjërave që janë nën kontrollin ton dhe atyre që nuk janë. Jetesa në përputhje me natyrën, përqafimi i arsyes dhe virtytit si rruga më e mirë për të jetuar. Indiferenca ndaj fatit, pranimi i asaj që ndodh pa u shqetësuar për të. Vetkontrolli dhe disiplina, ushtrimi i durimit, qetësisë dhe vendosmërisë përballë sfidave. Virtytet e stoicizmit, urta, guximi, drejtësia dhe maturia si themelet e një jete të mirë. Shprehjet e njohura stoike dhe kuptimi i tyre. Stoicizmi ka prodhuar disa nga citatet më të fuqishme që mbeten të rëndësishme edhe sot. Më poshtë janë disa shprehje të njohura nga filozofët stoik dhe interpretimi i tyre. 1. Nuk janë gjërat që na shqetësojnë, por mendimet tona për ato. Epikteti. Kjo shprehje nënvizon rëndësinë e perceptimit ton në përballjen me sfidat. Nuk është vetëm ngjarja që na shkakton vuajtje, por mënyra se si e shohim atë. 2. Lumturia e jetës varet nga cilësia e mendimeve të tua. Marco Aureli. Një kujtesë e fuqishme që mendimet tona ndikojnë në mirëqenien tonë. Duke kultivuar mendime të shëndetshme, ne mund të arrijmë një jetë më të lumtur dhe më të qetë. 3. Nëse dëshiron të mos jesh i frikësuar nga asgjë, mos dëshiro asgjë që varet nga të tjerët. Epikteti. Kjo shprehje flet për rëndësinë e pavarësisë mendore dhe emocionale. Kur bazojmë lumturinë tonë në gjëra që janë jashtë kontrollit ton, bëhemi të cenueshëm ndaj zhgënjimit. 4. Vështirësitë forcojnë mendjet, ashtu si puna fizike forcon trupin. Seneca. Një koncept i rëndësishëm në stoicizëm është se sfidat janë mundësi për rritje. Çdo vështirësi është një mundësi për të mësuar dhe për t'u bërë më i fortë. 5. Njeriu që guxon të humbas gjithçka, nuk ka më frikë nga asgjë. Seneca. Kjo shprehje ilustron fuqinë e heqjes dorë nga pasuria materiale dhe nga frika e humbjes. Duke pranuar se gjithçka është e përkohshme, ne bëhemi më të fortë emocionalisht. Stoicizmi në jetën e përditshme. Për të aplikuar stoicizmin në jetën e përditshme, mund të ndjekim këto hapa.
1. Praktikimi i reflektimit të përditshëm. Shkruani mendimet dhe përvojat për të analizuar reagimet tuaja. Meditimi mbi vdekjen, memento mori, kujtoni se jeta është e përkohshme dhe duhet të shfrytëzohet me mençuri. Praktikimi i vetkontrollit, mësoni të kontrolloni emocionet dhe reagimet impulsive. Përqafimi i vështirësive, shikoni sfidat si mundësi për rritje, jo si pengesa. Kultivimi i mirënjohjes, fokusohuni te gjërat që keni, jo te ato që mungojnë. Përfundim, stoicizmi ofron një rrugë të fuqishme drejt një jete të qetë dhe të qëndrueshme. Duke praktikuar mësimet e tij, mund të ndërtojmë një mentalitet më të fortë dhe të përballojmë sfidat me më shumë qetësi. Shprehjet dhe parimet stoike mbeten një burim frymëzimi për çdo që dëshiron të jetojë një jetë më të ndërgjegjshme dhe më të virtytshme.